Edhe njerëzit shpeshherë të mashtruar, ka vetvetja ndonjëherë se kemi shumë mëkate, ose dikush i tjetër, ti me të falë Zotit, ti s'ta falë kur njerë. Unë vetë shpeshherë kum dëgju njerëzit që njohin mirë njëri tjetrin thotë, jo, këtë se falë Zotit se kjo. Në realitet, Allah subhanahu wa taala shtron dorën e mëshirës natën për atë që ka bërë gjunah gjatë ditës, ndërsa ditën për atë që ka bërë gjunah gjatë natës. Me të vërtetë Allah i falë këtë mëkatet. Nuk është edhe ky moment shumë i rëndësishëm që në Ramazan të hyjmë me një pendim të sinqert. Gjitha argumentet fetare, besimtarin e nxisin kundrejt vrapimit pas faljes Allahut azza wa jall. Dhe nxisin dhe edukojnë dhe arsimojnë dhe vetë disojnë se Allahu falë shumë. Edhe e don atë që e falë. E do edhe faljen, e falë shumë, e don edhe atë që thë t'ja falë. Por Allahu azza wa jall pa parasysh se çfarë gabimi ka bën një njeri. O ma i madhe qoftë ai mbiruzën toksor që na dim me tregu apo me numëru. Kur dikush i drejtohet Allahut te bareke ve taala, dhe thotë Allah, ti e falës, e don faljen, më fal mua. Allahu gëzohet me kërkesën e tij, e falat dhe e don atë rob të vetë.